90% e bashkive as nuk e kanë marrë kontaktin dhe as janë munduar që të kontaktojnë. Janë bizneset private të cilat e kanë një detyrim ligjor që të kenë të punësuar një vrejtues plazhi që na kontaktojnë. Ndërsa për bashkitë, përveç bashkisë së Fierit, që e mori situatën dhe solli personat për t'i trajnuar si vrejtues plazhi, bashkitë e tjera bregdetare dhe liqenore as nuk e kanë marrë mundimin që të na telefonojnë ose të interesohen për pjesën e plazheve publike. Të gjithë të vrojtuesit tanë që ne kemi vetëm në për plazhet private. E qartë, a është mbuluar e gjithë, po themi të paktën aty ku janë plazhet private, e gjithë hapësira me vrojtues? E gjithë hapësira është mbuluar me vrojtues, pasi nëse nuk është mbuluar, nuk i kalon kontrata e ronës. Do të nuk mund vendosë asnjë. E kuptoj, pra nuk mund të operojnë, e qartë. Juve sa të vështirë keni të punoni, qoftë edhe për kushtet që keni, le të themi, në Bregdet? Nuk është se kushtet janë shumë të këqija për të punuar, pasi gjithë djemë dhe vajzat që ne i trajnojmë bas të hapësive dhe të njohjes së mirë të terrenit, të pajisjeve që duhet keni dhe të gjitha. Dhe nuk është një vështirësi e madhe për të punuar si një vrejtues plazhi.